Një polemik e fortë ka shpërthyer pas spektaklit të Big Brother VIP, ku në qendër të akuzave për manipulim është vetë produksioni. Gjatë Prime-it u transmetua një klip i edituar që sugjeronte se Selin, menjëherë pas putjes së martesës me Gimbon, kërkoi me sy reagimin e Mirit, duke tentuar ta nxjisë narrativën se është ajo që ka interes për të. Në atë klip, dukej sikur shikimi i Selinës shkonte drejt Mirit, i cili më pas uli kokën, por e vërteta duket se është krejt ndryshe dhe është zbuluar nga familja e banores. Ata kanë publikuar video në plot dhe të paedituar të atij momenti ku shihet qartë se Selin nuk po shikonte Mirin, por po i drejtoi orkestrës dhe këngëtares për t'i duartrokitur dhe përshëndetur. Reagimi i familjes ka qenë i drejtë për drejtë, duke hedhur akuza të forta mbi vërtetësinë e materialeve që shfaqen në ekran. Klipe që editohen dhe përdoren sipas dëshirës. Falenderoj shumë suportuesit e Selin, që janë gjithmonë të gatshëm për të, shkruaj në reagimin e tyre, duke lënë të kuptohet se produksioni po përpiqet të krijojë një histori inekzistente përmes montazhit. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.